Ne ju ndihmojmë as sa mundemi. Mos harroni se kemi specialistët më të mirë në shërbimin tuaj. Urdhoni xhan. Të faleminderit. Jam shumë i shqetësuar, prandaj dhe ju mora ju në mënyrë. Prandaj dhe ne jemi këtu zotëri që t'ju qetësojmë. U qetësuat? Po. Në fillim si ju quajnë? Atëre, më quajnë Murat. Më fal edhe një herë emrin? Murat me m, si molla. Ju kuptova. Më falni Murat, Po. Një minutë se unë jam i seksionit nga gërma A në gërmën L. Ju jeni Murati me M, Me M. Pra duhet të flisni me personin përkatës nga gërma M në gërmën Z. Prisni lindu dhe mos më largoni që t'ja usit problemin çek fëk. Si urdhon, faleminderit, si urdhon. Alo? Këtu telefoni janë ti stres. Seksioni nga gërma M në gërmën Z. Flisni ju lutem si e keni hallin që t'u ndihmojmë për një herë. Po, zotëri, nga zëri po më duket që ai pari prap. Po natyrisht që unë jam zotëri, po i kemi të ndarë punën me seksione këtu. Jemi shumë serioz në punë. Flisni ju lutem, tregoni hallin që keni dhe ne ja u zgjidhim problemin çek fëk për një herë. Të faleminderit. Jam shumë i shqetësuar, shoh shumë ëndra të frikshme, të tmerrshme, të Më falni. Po. Kur i shikoni këto ëndra ju natën apo ditën? Po, edhe natën, po ato më shqetësu se ti shoh ditën. Si shikoni dhe ditën? Po, si urdhon. Një minutë lutem se unë përgjigjem vetëm për ata që shikojnë ëndra natën. Për ata që shikojnë ëndra ditën duhet flisim me personin përkatës që shikojnë ëndra natën. Prisni linjën lutem, mos më largoni që t'ja zgjidhim problemin. Si u bënda, o ti, o zot, alo. Alo. Këtu seksioni atyre shikojnë ëndra ditën. Flisni ju lutem si e keni hallin zotëri t'ja zgjidhim problemin çek fok për një herë. Ora nga zëri prapa i pari dukesh moti. Po natyrisht që unë jam zotëri, është ekonomi tregu, punojmë në shumë sektor, po i kemi të ndarë punën, e kupton apo jo? Flisni Murat si e keni hallin. Po çfarë halli ju Selina sot tregojnë me hallin që kemi më. Murati. Qetso, puna jonë kështu e ka, po jemi shërbimin tuaj, ama sa vjeç jeni ju Murat? Po se do vjesh e mi atë, burazë. Oj, 45 jam. Sa thata? 45. Një minutë lutem se unë përgjigjem për moshat nga 0 në 40. Për 40 deri në 80 duhet flisim me personin përkatës. Prisni lindu lutem, mos më largoni t'ja u zgjidh problemin çek fort për një herë. Alo, o ti, o shoh, na von. Alo. Këtu seksioni moshave nga 40 deri në 80, i specializuar vetëm për këto lloj problemesh. Flisni zotëri si e keni hallin, ja u zgjidhim problemin për një herë. Po çfarë do flasë ti nuk më ashtu të dëgjoj, po më bëj. Problemi im është Murat, qetso të lutem. Për këtë jemi ne këtu të qetësojmë. E di se çfarë do thosh. Po unë jam më i pari i seksionit nga gërma M në gërmën Z. Flisni ju lutem hapur me mua, edhe një ma tregoni hallin nga përbrenda. Murat edhe një herë. Kush jeni ju Murat? Motra jote jam. Vërtetë? Prisni atëre motre Muratit, mos më largoni nga linja të lidhur me personin përkatës për seksionin e femrave, mos më largoni, e? Ky po më çmend. Ky do më çojnë në shmendi sot. Alo. Këtu seksioni për emrat nga gërma M në Z, për ata që shikojnë ëndra ditën. Flisni zotëri si e keni hallin që t'ja zgjidhim problemin për një herë çek fak. Urdhoni flisni. Jam Murati me mëj për kasaturë të moshës 40 deri 80 që shoh ëndra ditën. Shumë mirë flisni motre Muratit, si e keni hallin që t'ja zgjidhim. Po nuk flas dot, jam i shkatërruar, jam i smur. Po na plasi. Ky telefoni është që nga shumë i keq, nuk punon as mirë. Prisni linjën lutem zotëri që lidh me personin përkatës seksionit të femrave. Mos më largoni t'ja zgjidhim problemin çek fak. S'ka nevojë. E zgjidh vetani problemin. Parim është që unë jam Murati me mëj që përkas atyre të moshës ka 20 dhe 80 vjeç. Që shoh ëndra ditën, që janë njëkohësisht motra ime, motra jote, motra atyre që ka aty rrotull ti. Tani s'ka më asnjë problem, e kam zgjidhur. Iku dhe Murati ka gjepati. Kush je aty? Por jam një duket një bombone, more ka apo jo? O i fola atë lazas, i fola motrës sande. Ale gojnë që vindjo. Ale, ta takojmë jashtë aty, ta gojnë që